Drejton pak me moshje më i ri, se ju Universiteti dhe Ligje Rus. Unë kam shumë qef me të thonë profesor, se kjo thirrja akademike mbetet form, kur je doktor shkence, mbetet thjesht form, po ma preve, më the, mos më thuj profesor, dhe po ju tham zotri Drejton, zotri Lajshi, bashkë kur jemi të doktoratura, keni doktoru në realitet në shkencat juridike? Unë kam SMC University është në Zug, në Zvicër, edhe kam kuadër të diplomacisë dhe ndërkombëtare, deklarata e pavarësisë së Kosovës është një farë trajtimi që i bëhet, edhe e marr si shembull e quajnë atja vetëvendosja kompensatore, vetëvendosja shdemtuese, në mënyrë që popujve, shteteve dhe Kosovës me i traku për shkak si shdemtim, si kompenzim ndaj dhunës edhe pasrimit teknik gjenocidit që ka bërë Serbia në mënyrë automatike me i traku shtetin një farë mënyrë, po e bishkurt. Prandaj GND-ja tha mire kanë. Po, është opinion këshill dhënës, nuk ka karakter obligativ, sepse shteti krijohet momentin që Këshilli i Sigurimit të OKB-s gjithë anëtarët deklarohen pro, kanë drejtën e vetës e përdorin një shtet dhe nuk bëhesh anëtar i OKB-s pa deklaru të gjitha, apo edhe pa abstenu me propozimi kalon. Po, veç nuk duhet veto asnjëri. Veto, po vuni veto nuk kalon. Prandaj na shkaku i Rusisë edhe Kinës një herë s'kemi shpresa. Rusia se Kina ka abstenu edhe sa i përket rezultatit të gjykatës të Këshillit të Sigurimit, Kina nuk e ka votën e deklaruar për kundër, Rusia thotë qëndrimi i saj zyrtar është se çat qëndrim që do ta ketë Republika e Serbisë na do ta mbështeti. Përmes dialogut, finalizimit dialogut e tjera. E kështu me radhë. Përndryshe, kogja ka hup rëndësia, nuk është një farë punë e madhe s'pe vetë fort shumë Kombet e Bashkuara. Forca, fuqia. Po pavarësisht prej saj, OKB-a akoma është strukturë në funksion, edhe pavarësisht prej ndryshimeve të cilët është ka ndodhur në gjeopolitikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vende të tjera, megjithatë Këshilli i Sigurimit akoma mbetet vendi struktura më e lartë e një organizate të organizuar ndërkombëtare siç është organizata e Kombeve të Bashkuara. Tash u boni 130 shtete që na kanë pranuar, ushtrinë kemi, policinë kemi, kufiti kemi, pasaportën e kemi, shkollat i kemi, lirinë kemi, çka duhet më bëj? Veç me punu pak më shumë? Po, për shembull vitin 2012 një shkrimtar turk dhe një anglez e kanë shkruar një libër, kanë marrë çmimin Nobel për ekonomi, Why Nations Fail, si dështojnë shtetet. Dhe domethënë morën si shembull Korenë e Jugut dhe Korenë e Veriut, që nuk është ambienti, vendi, pozicioni, klima, burimet ekonomike, mirë po oligarkizmi e shkatron edhe ekonominë edhe shtetin, se Korea Jugore ka tjetër pozicion, është vend i zhvilluar ekonomikisht, ndërsa Korea Jugore është e zhvilluar, ndërsa Korea Veriore edhe i merr si shembull dy qytete, njërin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njërin Meksik, që ndan përgjys, absolutisht ky SBA-ve ka arsim cilësor, ka ekonomi, ka sektor privat, ka shëndetësi. Ndërsa ky ktena që është në Meksik, absolutisht domethënë është i dështuar si qytet. Si qytet. Juridikun e ke pas gjithë, e ke pas dëshirë. Po fëmirinë e ke kalu ku në pej? Po, unë fëmirinë e kom kalu në Trebovisht 5. A në Trebovisht 5? Po, Trebovisht 5. Po kështu si raj, i Rugova, po? Po, na jem Rugova si jem kelmen me fes, do me thonë. Nëse kur thaj, jam si natyre but, nuk mund kam met, po. Iran, pej Rugova, atje. Po, masi edhe Ibrahim Rugova ku natyre but, edhe ju natyre but, nuk... Plus jem kushej se prezidenti Rugova është lajq, është i vllazërisë lajqi, dhe tash sigurisht se unë moshën e hershme të fëmirisë kam qenë kogja një farë rebelit, dhe gazin lotësjel se e kom shiju herën e parë në shkurt të vitit 1989, ato demonstratat e organizume kundër ndryshime kushtetuese dhe kundër masave të jashtëzakonshme që Serbia atko i përpiqej me zbatu kundruall krajines socialiste autonome të Kosovës. Dhe si shkollari mesëm, do me thonë, kem do atë stacioni trenit o zgjedh gjithmonë si vend sepse ka pas gur shumë. Po, mundësi me gjuma. Atëherë nuk o konë bashkëpaqësore demonstrata se kem gjithë gur, se që aty kem pas atë farloj u jem furnizu me gur edhe, po e kom përjetu heret këtë farpunën e
e gazit Lotësjells edhe Lufta të gjeti në cilin vit apo kishe diplomu? Unë luftë në prill të vitit 1999 dhe në prill kem qenë këtu, kem në zyrët Unionit Studentëve, sepse për opinionin e gjerë, ju keni qenë protagonist për thëmë për disa të herë, demonstratët e studentëve kanë fillu me 1 tetor, mirë po ato kanë historikun e vetë, kanë vazhdu me 29 tetor, me 30 tetor 97, me 2 mars, mas masakrës të Koshan dhe Qirezit, me 9 mars, mas masakrës të Asharet, ku njëjtën ditë është mbledhur grupi kontaktit, ka vazhdu me 13 mars, me 18 mars dhe me 30 prill. Me 30 prill të Fakultetit Teknik, ajo si revolt studentore për mos zbatimin e marrëveshjes arsimit, ku aty për herë të parë i është bërërit edhe Ushtrisë Sinjore të Kosovës. Pastaj, pjesën e dytë të protestave për hir të vërtetës e kem bën koordinim edhe me partitë politike të asaj kohe, edhe me Lidhjes Demokratike, me Ide. Po dhe dulëm hapta, SUÇK, Drenicje me ju, kështu. Me partia parlamentare, me plot tjerë, dhe domethënë kanë qenë 7 muaj. Ato 7 muaj, sikur të ndodhin në Amerikë ose në Evropë, do të hynim në analet historisë si një prej demonstratave të rezistencës aktive si filozofi politike ma sukseshme. Prandaj edhe një organizatë studentore e Evropës AGEE, protesta studentore i qunë si kapitulli i fundit i shpërberjes së Jugosllavisë. Dhe tash po kam dalë, kam nejë deri këtu, që atë kohë kër është arrestu Albini, ne ka thonë për profesorë ma vonë, ka qenë plan mu arrestu edhe kryes komplet Unioni Studentëve. Po, unë e Muhameti kem largu, kom shku, pastaj, në Tiranë kom taku Shaban Senonin e këta leadershipin e UÇK-s që kanë qenë Jakub Krasniqin, e Ramiz Ladrovcin, e Halil Selimin, e Gjavit Halitin, që tash më minë nërmen. Kom fletë në shpinë e Shaban Senonit, e kom në një letër me ngjes, a e letër sot është në arkiven e shtetit shqiptar, sa ka qenë drejtori arkives Shaban Senoni, edhe kom thonë në du më shku në luftë se kem fol ball. Tash, fol UÇK, 3 jem edhe jom fut në radhët e Ushtrisë Sinjore të Kosovës, kom nej në zonën e Rodimes deri me 10 qershor të vitit 1999. Me 12, kur hinë në Prishtinë tash prap? Ai studenti rebel kështu i demonstratave i protestave, shkon edhe në luftë, dhe po, kom pas shumë qef se për shembull kanë me të pyet një ditë Niprit, mbesat. Të vegjël shumë. Çfarë arme ke pas? Shiko, tash unë jam kujdes shumë për imazh. Se bëhen me patjetër ti diçka për informim, për po, jam kujdes shumë për imazh, sepse them drejtën e kom xhelozu ushtrinë jugoslave, se ka qenë shumë e disiplinuar. Ka qenë ushtria e rregullt. E një prej më të fortave në Evropë. E suportume prej prendimi e prej lindje, se e ke shkapa i pozicionin e mirë. Atë disiplin, atë hierarki, atë pamje, kom pas qef të ushtria Kosovës me po. Dhe na për fat kur hym, na dhan uniform shumë të mirë. Ja dhënë kur desha në zonën e Rodimes, në Monopolc, në ato venet ku ishim në atë koncentruar vendosën, jam rrugë gjithmonë, e jam vesh mirë, e kom qitë kapelen e në kry, edhe kom ecë. E kom pas një 8 mosha me veti këtu, vërmu dukë dhe. Edhe ajo ka sjell shumë moral të madh atë kohë të ushtartë, se dukë si uniforma si me kone NATO, se tjera. Tash aty kem qëndru me Kadri Veselin. Dikon jo 1 muaj ditë, kem flet në një shtëpi, bashk i thëshin Luli. I studentët luftëtar liristas. Luli, thëshin Luli. Unë Luli nuk e kom njoft Kadri Veselin. Hashim Thaqin e kom taku vitin 1998, tash me termat menaxhmentit me fol, me ndërtu një farë partneriteti strategjik mes lëvizjes studentore e Ushtrisë Sinjore. E kom taku zotin Thaqi, një djalë i ri, velem shenjtë respektit, mo mulin kauç lart, vetë ul poshtë në atë uljen tradicionale shqiptare. Edhe bisedum, ideja është me mbështet nga diplomatikisht e politikisht Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, sepse atë kohë UÇK-ja vlerësoi edhe si organizatë terroriste dhe bën keni fal luftet madhe me dalë për kishte rrezik me na qujtë. Ashtu
Edhe, do me thonë, bota e re, Unioni Studentëve, i kem mbështet vazhdimisht qëndrimet e shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Tash aty na ndahen rrugët sa i përket Rambujes, me Albin Kurtin, sa është interesant edhe me ditë për juve, se zoti Kurti, zoti Demonçi atko, janë deklaru kundër delegacionit Rambujesa, marrëveshjes Rambujesa, aty në parimeve, të cilat nuk ishin bashkëkëndshme, me thonë drejtën, me një farë interpretimi tjetër, me me bon. Jo, mu pas vendos, s'kena pas me pas asë Republikë heq. Po aty thuaj një farë autonomie substanciale, një prezencë ndërkombëtare, mas 3 vjetë një farë deklarimit popullit aty, edhe s'ka qenë keqësisht e qartë çfarë deklarimit popullit aty, cilit popullet tjera, po me gjithat, fati ishtë nanën tonë edhe nuk ishtë mundësi me u kthy mrapa. Sigurisht. Dhe kjo, zoti tha që atko, se kom njoft, sa nin pe gjithku në thonë jam Hashim Thaçi. Dhe si jamen, pikloj, kësha ndëgju dikon për rektor student do botës se... Se Thaçi dhe ishte dënu më herët. Po, Thaçi ishte dënu, po nuk e disha që është kjo, dhe që kom para vetës, që jam të folë me ta. Për shembull, çfarë hipokrizie sot në Haga? Serbia ka dënu Thaçin 15 vjet apo 20 vjet? Po, 15 vjet. 15 vjet. Në mungesë. Po, për terrorizëm, ata kanë pas maksimumin, ata kanë maksimumin 15 vjet e kanë për këto... Sot në Hag, po përdoren faktet e Serbisë, e UDBA-s, e BIA-s, e të Serbisë, absolutisht kundër Thaçit. Po. Tash sa i përket kësaj... Atër pse e lam me shku qash gata atje? Qaja Serbisë, dhe thuj, e ka pas dhënu maje në... Tash sa i përket kësaj, dhe më thonë jam natyrisht se u nife me ta që nga me zotin Thaçi 1998, me zotin Veseli 1999, masanej jem bashkë themelus Partisë Demokratike të Kosovës. Po, je njërin nga themelus. Njërin nga themelus, dhe më thonë edhe tash Partia Demokratike e Kosovës, kur është themelu atko, nuk ka qenë thjesht një kuptimi një partije normale si që është sot. Sepse vetëm një mënyrë atko për me, se tash paqja erdhë, lirin erdhë me sallëm e tjera, me gjitha ato mundimet e me masakrat e me dhunën e me ndërhyrje ndërkombëtare, me lëvizjen studentore, edhe me kontributin e partive politike pionjeme dhe atyne, dhe tash ish punë shteti. Edhe shteti shpalli veç përmes partije politike, nuk kishe mundësi përmes revolucionit, prandaj aty në themelet e Partisë Demokratike ka 68-ës, ka 81-ës, ka 97-ës, kem qenë unë Muhameti, drejtoria politike, lëvizja popullore e Kosovës, e cila ka pas... Ata ma hajrat janë krejt idealistë, tash jo krejt, po janë shumica. Ata gjithë në fillimisht kanë qenë Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe toni është vazhdu, zoti Thaçi dhe Muhameti atkohën kanë propozu për me kandidat për deputet, ka morë mbështetjen e Partisë Demokratike në raport zoti Thaçi, deputet në legislaturën e parë. Po. Realisht i kanë shumë të mirë atër, shumë ka pas profesore, doktore, të diturë. Po, kanë qenë të mirë, nëse zoti Thaçi, Fatmir Limaj, Majdin Kuqi, Arsim Bajrami, Gani Koci, e shumë të tjerë. Dhe ideja se vetëm për me subjektit politik, shpallë shteti edhe ashtu ndodhim në 2008-ën, mirë po para saj, dhe më thënë, e kom pas fatin, edhe me mbështetjen e Muhametit, sekretari kuvendit, mu propozu për ministrët rinis nga Unioni Studentëve. Në qeverinë e përkohshme, ha? Jo, o konë strukturat e përbashkët, strukturat e përbashkët me misionin e OKB-s, po. dhe jam me mlu nga Bernard Kushner, ministri jashtëm i Kushneri. Nga Kushneri, dhe aty kem themelu institucionin e rinis, që të politikat rinore, kem themelu disa qendra rinore, Pallat Rinis, tash Pallat Rinis që ka me dveqeni, se është ma tepër Pallat i biznesit, prandaj duhet edhe mu ringjall, mu rikthyer fort qendra rinore, sepse një prej punëve që kem bon fillimisht themelimi institucionit rinor, sepse atko dikon 50% popullatës Kosovës ishin moshën 25 vjeçare. Dhe duhe vene ku ata... Ajo qendër një farë panteoni, kulturore dhe rinore, sportiv. Edhe në gjitha qendrat e Kosovës e kem themelu edhe në Prizren, edhe në Mitrovicën, Pejen, Gjilanën, Gjakove, edhe ku kanë qenë normalment mbështetjen e financiare dhe ekonomike, edhe kapacitetin njerëzore të OKB-s dhe agjensive të cilat ishin donator në atë kohë në Kosovë. Me rrëfimin tonë të bukur, bisedën ma kequ, gati që shke dash vetë. Jo, edhe një du me përmen,
sepse është ndërmarrëveshjet e para që është nënshkruar me Republikën e Shqipërisë, e kom nënshkruar unë si bashkëministër i Departamentit Rinisë. Dhe bukur, po fati mirë edhe jetës, tani jetën në atë... Esmeralda Ruçi ka qenë atko ministre kulturës, sinjë dhe sporteve dhe kryeministër zoti Ilir Meta. Ilir Meta. E tash në presidenti që mu ma ka dhonë pasaportin si artist kështu në... E që e falenderoj shumë, ma ka realizu. Kom pas rezistencë gjatë luftës, kom ujtë me marë, Recep Mejdani na ofroi, po shkun vite kështu. Sikur se edhe mu ma ka unë kemi kosisht. Vazhdojmë me pak shaka, po pak kishte të vërtet në këtë orientimin e bisedës dhe i tash. Jeni doktor shkence, po keni legjeru në për disa universitete. Po, për shembull, një për legjerimeve cila është unikate, është në Universitetin e Marylandit si kolegj universitar në kuadrat e forcave ushtarake amerikane në Banstill, nga viti 2007 dhe vitin 2015, ku student audiencë kom pas 5 vite, 2007-2012. A 2015, më duk që bënë lapsus lingve, the 15. Ka mundsi 2007-2012, dhe audiencë kom pas studentet, ushtarët amerikan, para vetës si ligjërues i angazhuar, dhe tash të the pak maj qete, maj butë sa në aton këton, sigurisht ka ndiku edhe shkollimin e Pittsburgh, Pennsylvania, aty ku ka magjistru, dhe aty ma kanë rru CD-n. Se si duhet me komuniku, shkollimi i arsimit. Po, përveç magistraturës në Pittsburgh, më duket edhe Vjosa ka qenë në Pittsburgh, a? Vjosa ka qenë në Universitetin e Pittsburgh, ndërsa unë kam qenë në La Roche University. La Roche University. Dhe çfarë teme ke pas magistraturës? Kom pas leadershipin dhe menaxhimin strategjik. Strategjik. Në kuadër të kapaciteteve njerëzore, ndërtimit të kapaciteteve njerëzore. Çka ta kanë rruar CD-n ata? Çka të kanë bën? Pari për me kuptu diversitetin. Diversitetin kulturor dhe njeri sa më ndryshëm që është, vlera është më e madhe. Më e madhe sigurisht. Si mozaik prezanton më shumë. Prandaj edhe shteti i Kosovës, të cilën ne duhet me kuptuar si i tillë. Ky është koncept qytetar, të cilët e zbatojnë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga Robert Schumani, dhe cilët ata quajnë Unity in Diversity, të bashkuar në kuadër qasi laryshisë, laramanisë. Dhe lloj-llojshmëria. Për shembull, tash nëse morën Britaninë e Madhe, morën si shembull Londën, në kuadër qësaj frymet të edukimit. Kryetar i Londrës është Sadikan, i cili është me origjinë pakistaneze. Domethënë, sepse ata i kanë eliminuar këto origjinën, ato e aty, se secili mbron identitetin kulturor, etnik, historik, tradicional, tradita, sepse ata i konsiderojnë vlerë të filluar prej ushqimit, prej veshjes e tjera. Kosova është i shembull sa i përket kësaj fryme, sepse ballkanasit nuk shquhen për këtë lloj koncepti qytetar. Shquhen më shumë për qasja etnike. Prandaj është e pamundur për me e sfidu, sepse parimi kryesor i organizimit dhe i mbështetjes të Republikës së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian është kryesisht mbi këtë konceptin qytetar. Dhe kjo fillon nga edukimi që përmenden, nga universitetet amerikane, të gjitha e ligjërojnë këtë konceptin qytetar edhe diversitetin si vlerë, jo si dopsi. Kur themna kanë rrutë se din, thash mos diçka si Ramushita, si Xhavet Halifita, që tha ai amerikani. Tash pak diçka më personale. Jemi tash edhe te personale, atë personazhi juaj. Keni ligjëruar, keni punuar, tani ku jeni? Tash nëse a je pjesë e PD-s akoma? Jo, nuk jam struktuar Partisë Demokratike të Kosovës. Jo, nuk jam. Po antar je? Antar po. S'ke dhënë dërheqje? Jo, dërheqje s'kam dhënë. Edhe votues po dihet se po. Aty vota është e fshehtë. Edhe pse aty në pej bollik shtini bos, diçka ju ka gjetë. Pa tash shiko, është punë ka njerë e kuantitetit, e kualitetit jo e kuantitetit. Domethënë nëse i sheti nga 5, sepse unë ka 192 dhe këtu, po me gjithat, origjinën e kom qasoj, nëse i shet se çfarë figurave ka pas Partia Demokratike ose Lëvizja Kombëtare e Kosovës,
është me Agim Qeke, me Besim Beqe, me Gjavit Haljete, me Heridin Kuqe, me figurat cilat kanë qenë me Juve, me plot. Me Partisë Demokratike të Kosovës, po vlasë si levizje. Ani tashka, a jeni ligështua? As për ju respektojnë bolla, për ju thojnë boll keni folë se na keni lodhë tash. Jo, shiko, tash një prej çka ku mësu dhe për këtyre tjerë, për figurave, për përvojës, për shkak ka rastis me pas takim kurtazir, përshëndetje me Dalai Lamën dhe me qëllun takim. Si e ke taku Dalai Lamën? Po. Vërtet? Po. Washington. Fatimir. Po, kam fotografi me ta. Interesant. Po, sepse Dalai Lama mbështetet pikërisht për këtë çështjen qytetare që e ka ai, që diversitetin kulturor, prandaj edhe amerikanët e mbështesin. Pavarësisht që Kina është e madhe, Tibeti është aq i vogël, Dalai Lama si personalitet botëror ka mbështetje nga bota tërë. Unë e kam taku në kuadër se kam qenë pjesë, më thonë, lutjeve nacionale të mëngjesit një kohë gjatë nga viti 2004-2005, ato takimi janë formale dhe aty ke pas mundësi me taku me pa, kam qenë 2 audienca ku ka folë një moment Bushi, George Bush, presidenti amerikan dhe Barack Obama. Me ndëgju fjalorët e tij në kuadër të lutjeve nacionale të mëngjesit. Dhe aty kam takuar edhe Dalai Lamën dhe personalitete të tjera, absolutisht jo takime kështu 2 parë, 3 parë, s'kam përfaqësuar veç veten time aty. Pastaj këtu në kabinetin e kryetarit të Kuvendit zotit Veseli kanë ardhur njerëz, figura të rëndësishme, John McCain, Boris Johnson, kryeministri britanik, Elliot Engel, takimi me presidentin e Bullgarisë Plehvenov dhe tash çka mëson për këto njerëz? Goxha shumë përvoja. Po, jo, mëson modestin. Modestin. Njerëzillakun. Njerëzillakun. Kur kanë hyrë këta njerëz që qeverisin botën, zhak shkojshin pe njerëzillakut që kanë. Zhak shkojshin pe njerëzillakut që kanë. Edhe, dhe njëherë kanë ngritë kokën njëri prej tyne, edhe tha, kini heq keq me ndërtu këtë shtet, mos e dëmtoni. Dhe John McCain, kur Nona Terez ka bë thirrje me adoptu fëmijë bonjak, asë thirrje jo përgjigj John McCain dhe na tregoi se si e ka adoptuar një fëmijë në kuadër të thirrjes së cilës. Në kuadër të thirrjes së Nona Terezës. Zonja juaj ka mujt me hjeku, gja shumë me ty, pavarësisht që për paraqet jetën shumë të butë. Shiko, pjesë e personalitetit tonë është tradita. Jo dhe të ko vendet Anglia, dhe me thonë edhe ligjet i ka në bas traditës. Vendet anglo-saksone, ligjet i bas traditës. Dhe ne jemi pak kanungji sepse gjatë kemi jetu me kanunin e Lëkdugaxhinit. Por, po thoma njëherë, unë kam shku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2003, në 2005 kom magjistru, jo martu në vitin 2008, vitin e pavarësisë, dhe dhe me thonë Valbona, Musa, Lajqi, bashortja ime, kam qenon me fatë, po dhe me fatë sepse e kom ndrut se dene dhe ato traditat e sjellet e cilat në Dugaxhini ka njerë se kem bashkë korrekt në bas kanunit, nuk i kom sjell fundjes kom pas arsye, sepse thuhet se prapa çdo njeri të suksesshëm që do një grua e mirë, e suksesshme, ata duar përkasin Valbonën, se prej të vetëm duar për sipër me për sapun mund të mos. Ka fike. I kom 2 djem, janë Narti dhe Lisi, shkollë të mesme Narti në klasë 11, Lisi është në klasë të 6, dhe në shkollë mësojnë, po do të më marrë me detyra të në bashkë me ta, mu angazhu me i rikujtu ka njerë ato një orientora shkollës fillore, i kom angazhu në sport, po e dojnë futbol, përshkak se tash nështë do të me qenë pak subjektiv, se mund ka pas pëlqy futboli shumë, bilesi shkollari mesem, ka marrë shpesh me po Prishtinën këtu. A të ka pëlqy, a ke dit me lujt? Jo, edhe kom lujt. Edhe kom lujt. Kom pak për bes, pes, në të stërviti kom pas majt aty, po i ri, njoni për lojtarëve aty, po që me ri, ma futi me brëll këtu, më gjako, se më qiti pak, po, futbolli është garë, dhe kom qef fëmija me u pajisi edhe me sport, edhe me futbol, dhe me këso gjona. Kur jemi të pyetja, a ke dit me lujt? Nëse shikon jetën tënde deri me sot mrapa, a ke dit me lujt me jetën? Shiko, Nietzsche e thot mas vështirë është me njohë vetën.
sepse secili njeri ka ato hijet e veta. Dhe ato hije kanë jetë pengojnë për me i shfaq vlerat. Ju din që po thëmë se me u bo personalitet publik dhe me dekadat të tona, me qëndru në skenë publike, artistike, kulturore, jo do është mi më poshtë ato hije të cilat janë, dhe mi shfaq ato vlerat dhe këna i ndrit. Por me gjithat, pavarësisht për këtyne koncepteve, ideve, qëllimeve të mira, shkollave të mira, është një fjallë tjetër që nesëm të Roma. Thot një farë se kur je në Romë, si romak. Nona Terez një shambull që me mbështet këto, se duhet me njoft vetë vetën dhe me njoft ambjenin se si ku jeton, se ka njerë bjendesh me vlerat e cilat ti promovon në ambjeni, ka njerë periferia, rajonalizimje, ka njerë janë pengesë e zhvillimit edhe duhet me u përshtatë. Sigurisht. Ka njëherë. Edhe kur prezidenti i SBA-ve Ronald Reagan jap mirënjohjen e prezidenciale të risë Nënës Terez, i thot merre, thot, po ty s'ka çka të vynë. Po shkrije këta dukat shete edhe ma të para u shetë varfnit. Drejton Lajshi, ishte kënaqësi që të kisha musafir. Faleminderit shumë, kënaqësia është e ime. Një rrethim i jashtëzakonshëm që e kam prit ka herë, të falenderoj shumë nga zemra. Ishte kënaqësi. Faleminderit.